Lavdi Zotit, fjala e Perëndis është e fuqishme, gjithmonë ka për të na dhënë edhe sot, mendoj përsëri do na japi. Mendoj personalisht se në jetën tënde ke shumë gjëra që kanë vlerë. Edhe nëse do të bëja një pyetje sot, do thoshje cilat janë ato gjërat që kanë vlerë shumë në jetën tënde? Ka familja, apo jo? Patjetër që ka familja. Ka puna ime, ka shëndeti im, sidomos tani që jam me këmbën kështu, i jap shumë rëndësi shëndetit. Edhe shumë herë bëj gjëra mënjanë dhe them, kjo është më e rëndësishmja për mua tani. Shëndeti im, apo familja ime, apo familja e një fëmije tim që ka martuar, apo familja e mamas sime, nuk e di, familja e vllajt tim. Pra, e kam zgjer familjen shumë herë në pak dhe them që kjo është shumë e rëndësishme. Cila tjetër është e rëndësishme? Rroga ime, puna ime, të mund të punoj, të mund të sjell të ardhurat në shtëpi. Janë shumë të rëndësishme. Janë tepër të rëndësishme. Vëllezër, rëndësia e tyre vlerave është se si i ke menduar ti, ç'nevojë ka, edhe ç'mim ka në jetën tënde. Sa herë që thua që kjo ka shumë rëndësi, do të thotë që është e domosdoshme. Sa herë që thua që familja ime duhet të ketë shëndet, është e domosdoshme. Fëmia im duhet të jetë i Perëndis, është i domosdoshëm. Unë të jem i Zotit, është e domosdoshme. Sa herë lutesh ti si nën, si prind, si baba për fëmijët e tu, edhe sa i gatshëm je që të agjërosh për ta. Shumë herë. Ngrihesh që me natë mund të lutesh, ngrihesh që me natë u shërben, por në mendjen tënde ke dëshirën që ata një moment të jenë të Zotit, që të shkruhet emri i tyre në librin e jetës, apo po bëj gabim? Kjo është rëndësia e jetës tonë. Ti jep vlera të veçantë, edhe thua, unë dua që fëmijët e mi në një moment të jenë të Perëndis. Por shikoni, erdhi një moment kur fjala e Perëndis te kapitulli 18 i Lukës ka folur më përpara që do të vi ardhja e tij e dytë. Krishti do të vi sërish. Kjo është shpresa jonë dhe kjo duhet të jetë vlera jonë më e madhe. Dhe unë duhet ditë për ditë të eci në këtë monopat, duke i thënë Zotit, Zot, ti je shumë afër. Nga momenti që ti je shumë afër, atëre unë duhet të alarmohem me kuptimin e mirë të fjalës. Duhet të jem gati për ty. Siç je gati për fëmijët e tu në çdo moment të lutesh, edhe dërgon dhe mesazhe të tjera tek të tjerët, të lutemi për fëmijët, të lutemi për burrat, të lutemi për familjet tona, po, të lutemi për kishën. Plot janë mëse të domosdoshme. Por vjen momenti dhe fjala e Perëndis thot te kapitulli 17, ta shkojmë së bashku aty nga fundi i kapitullit 17, ishte koha kur Jezusi po u fliste dishepujve të vet për ardhjen e tij, për ardhjen e dytë. Kur do të vite mbrapa, jo më si një person i cili do flijoj, por një person i cili do gjykonte dhe po u thoshte te kapitulli 17. Po u thoshte atë që ne e kemi përsëritur shumë herë. Kapitulli 17 dhe në vargun 26 thot: ashtu siç ndodhi në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ditët e Birit të Njeriut. Njerëzit hanin, pinin, martoheshin, jepeshin në martesë, deri atë ditë në të cilën Noeu hyri në ark dhe erdhi përmbytja, i shkatroi të gjithë. Ngjashmërisht, ashtu siç ndodhi në ditët e Lotit, njerëzit hanin, pinin, blinin, shisnin, mbillnin, ndërtonin, por atë ditë në të cilën Loti doli nga Sodoma, ras zjarr e squfur nga qielli dhe i shkatroi të gjithë. Dhe më poshtë thot: kujtoni gruan e Lotit, aty nga fundi në vargun 32, 17:32. Cili do që do të kërkoj për të ruajtur jetën e vet, do ta humbas, por cili do që do ta humbas, do ta mbaj gjallë. Po ju them se atana do të jenë dy veta në një dyshek, njëri do të merret, tjetri do të lihet. Do të jenë dy gra duke bluar në të njëjtin vend, njëra do të merret, tjetra do të lihet. Dy burra do të jenë në ar, njëri do merret, tjetri do lihet. Dhe dishepujt duke ju përgjigjur i thanë atij: ku o Zot? Dhe i tha: ku është trupi, atje do të mblidhen bashkë dhe shkapat. Ajo që duam sot është kapitulli i 18 në fund fare. Jezusi në vargun 8, në gjysmën e vargut 8, po bën një pyetje shumë të rëndësishme, e cila duhet të jetë një pyetje domethënëse për ne.
Pyetje do me thënë sepse Perëndia kur bën një pyetje ka një qëllim, edhe jo gjithmonë të presë një përgjigje në atë moment, por ta vendosi dishepullin e tij, Zoti, dishepull dhe sot neve, sepse ne jemi dishepujt e tij, apo jo? Jemi dishepujt, nuk jemi thjesht disa persona që besojmë, jemi dishepujt, dhe dishepulli është shumë i ngjitur me zotrinë e tij, shumë i ngjitur me mësuesin e tij. Të sa herë thoshtin dishepujt, mësues, kur do bëhet kjo? Mësues, kur do bëhet tjetra? Nuk i thoshnin rabi, shumë rrallë e përdorni, sepse fjala rabi do të thotë njëri që ka një fryrje, njëri që ka një njohje, njëri që ka, dhe shumë herë ishte ngatruar me rabinët e asaj kohe, që vinin përpara popullit edhe të fryeshin edhe dukeshin, edhe nga ana e brendshme nuk ishin plot me perëndishmëri, ishin thjesht nga ana e jashtme. Kur të vi biri i njeriu, a do të gjej besim mbi tokë? Ditët janë të mbrapshta dhe sa vend ditët po bëhen më të këqija. Ju e dini rreth e rrotull se sa ligje të cilat dikur për ne do të ishin edhe janë akoma për ne jo të ligjshme, tani po bëhen më të ligjshme. Dhe njerëzit po bëhen më të ligj. Aty ku më përpara disa vjetësh konsideroje shumë gjëra që janë të këqija, sot konsideroje sikur janë normale. Apo jo? Ta lësh fëmijën tënd të kesh një mësues homoseksual, në qoftë se do bësh një ankesë, do të shojë në gjyqje avash, apo do paguash një dëmshpërblim. Apo në qoftë se në punën tënde thua, unë nuk të pranoj, sepse kam një ambient të veçantë, atëre tjetri mund të të hedhë në gjyq. Por shumë gjëra të tjera që po ndodhin, vendosja e numrit të ri. Doti nuk doti, numri i ri erdhi. Dikujt do ja dërgojnë me email, dikujt kemi një kundërshtim, por muhabeti është sepse qeveria po bën gjëra me to eci thelo, kështu dua. Merreni. Unë ndërhyj brenda në llogarinë tënde, motër vlla, edhe ta vulos edhe ta bllokoj. Edhe të them sepse ke bërë një akt jo të ligjshëm, të paligshëm, unë të bllokoj llogarinë tënde dhe të bllokoj mënyrën e pagesës. Do me thënë pronari im mund të më thotë unë t'i dërgova lekët, nuk kam çfarë të jap. Por banka mund të bllokoj nëpërmjet atij numrit personal apo shumë gjërave të tjera që mund të bëj. Çdo gjë duhet që të kontrollohet, edhe në këtë kontroll të vazhdueshëm, Perëndia është duke shkundur dishepujt e vet, duke i thënë, do vi fundi, unë do vi. Por si do të jetë besimi juaj? Sepse vëllezër, në atë kohë të fundit fjala e Perëndis thotë që shumë herë ai do të mashtrojë. E ka thënë edhe e thotë shumë herë në fjalën e vet, që do vinë persona do ju mashtrojnë, dhe do vinë persona do lëkunden, do vinë persona të cilët do largohen nga besimi, do vinë persona të cilët do kenë shumë tipare që janë larguar nga besimi, ditë për ditë. Edhe me kalimin e viteve, shumë gjë, apo shumë probleme të ndryshme që më përpara ishin alarmante për ty dhe për mua, do vinë një dobësimi dhe do themi, ha mos s'ka problem. Ha mos e gjithë bota po e bën. Ha mos s'ka problem, le ta bëjmë edhe ne. Edhe kështu do vi ai ujë i varkës kur ti po bën atë shëtitjen e bukur, je shumë i kënaqur me ecjen tënde në atë varkën, edhe më kujtohet kur isha i vogël, që sa herë ne kënaqeshim, futeshim varkat në kohën përpara demokracisë, aty në Saran futeshin ujrat brenda në varkë, e avash ne e çonim shumë herë varkën plot me ujë, edhe në vend që të bëhej një gëzim, bëhej një trishtim. Do vim? Jo, sepse na myrte shumë herë rryma e detit na çonte në vende të tjera, ne ishim fëmijë të vegjël. Apo kur ishim futur shumë veta pa lek, se futeshim pa lek, s'kishim. Edhe mbushej varka plot e plot. Atë gëzimin që ti mendoje se do ishte, një shëtitje e bukur, në fund fare bëj një dështim me zore ktheje. Çështja është vëllezër që besnikët e Perëndis në atë kohë do të jenë të pakët kur do vi Jezusi dhe e thot vetë ai. E ka thënë edhe tek zbulesa, e ka thënë edhe në vargje të tjera në Dhjatën e Re, e ka thënë sepse ne në mbretërinë e Perëndis nuk mund të shkojmë duke u gëzuar gjithmonë me kuptimin çfarë, që do të kaloni nga vështirësi të ndryshme për të shkuar aty. Nuk është një jetë e lehtë. Edhe nëse shumë herë sot dëgjoni një jetë të lehtë, 100% të lehtë me Perëndin, nuk është kështu. Vëllai juaj në konferencën e fundit ja tha troç. Ju thoni që është jeta e lehtë, edhe shumë herë përdorin fjalën që është e vështirë. Ai tha shumë e vështirë me Perëndin. Një person sot ka shumë vështirësi që të eci, por kur ecën vetëm ama. Edhe bëhet shumë e lehtë kur ecën bashkë me Krishtin. Kur i thua që unë dua të jem besnik tek ty, por ama
duam të shikojmë pak kontekstin. Çfarë në kupton fjala e Perëndis në ato momentet e fundit që nuk a do të gjej besim në tokë? E lidh me kontekstin e kapitullit 18, aty më përpara se të shkojmë te vargu 8 që është fundi, ne mund ta lexojmë nga fillimi. Tek Luka 18, ai u tha, një shëmbulltyr. Shëmbulltyra është shumë e njohur, është e Vejusës që kërkon të drejtat e veta. Edhe thot, pasi ka thënë më përpara për ditët e Lotit, për ditën e gruas së Lotit e cila kërkonte që ta fitonte jetën, ktheu syt mbrapa. E mbani mend historinë e gruas. Ktheu syt mbrapa edhe pa të gjitha dëshiroi në shpirtin e vet, të gjitha ato po humbiste. Nuk i mjaftonte që po shpëtonte jetën, që po dilte e gjallë aty, dhe Perëndia bëri hir, tregoi hir tek ata. Nuk po mjaftonte kjo gjë, po i mjaftonte ta kthej një syrin nga mbrapa të shikojë çfarë kam lënë. Një dëshirë e shpirtit. Edhe aty ngeli si një statuj prej kripe. Vëllezër, Perëndia vjen edhe i thot dishepujve të vet, por na thot edhe neve, sepse fjala e dishepujve është fjala jon për ne sot. U tha atyre një shëmbulltyr tek 18 kapitulli 18 vargu i parë te Luka. U tha atyre një shëmbulltyr për të treguar se ata duhet të luten gjithmonë dhe të mos ligështohen, duke thënë, në një farë qytet ishte një gjykatës që nuk e kishte frikë Perëndin dhe që nuk kishte respekt për njeri. Tani në atë qytet ishte një eve. Dhe ajo vinte tek ai duke thënë, më jep hakun ndaj kundërshtarit tim. Dhe për një farë kohë ai nuk donte, por vëmon tha me vete. Edhe pse nuk e kam frikë Perëndin dhe as nuk kam respekt për njeri, gjithsesi, për shkak se kjo eve po më mundon, do t'ja jap hakun. Në fund, duke ardhur te unë, të mos më mërzisi. Këtu përkthimet janë të ndryshme, do ta shpjegojmë. Dhe Zoti tha, dëgjoni çfarë thot gjykatësi pa drejtë. Por Perëndia mos nuk do të marr hak për të zgjedhurit e tij që i klithin atij ditë e natë, dhe vallë mos vonon të veproj për ta, po ju them se do të marr hak për ta me shpejtësi, vetëse kur të vi biri i njeriut, a do të gjej besim mbi tokë? Vëllezër, do të bëj një shpjegim të vogël, aq sa më lejohet dhe aq sa kuptoj, për tekstin aty. Teksti jon thot, kjo e ve po vjen edhe po më mundon. Teksti original në greqisht e ka që vjen, do me thënë, edhe është fjala ipopiazi, dhe radhi erhomeni ipopiazi. Ipopiazi do të thot në greqisht në lash kishte kuptimin çfarë. Ipopiazi tote ishte kjo, ishte një goditje në sy, poshtë syrit. Është një goditje e cila më mbrapa, nga momenti që ke marrë goditje, nuk shifje të qartë, shqetësohesh jashtë mase. Pse? Sepse sytë tu ishin të goditura nga poshtë. Keni parë shumë herë persona që janë goditur, që i kanë këto të zënj, po mendoj që syri yt po turbullohet. Edhe nuk e shikon tjetrin me qartësi. Edhe të vjen neveri ta shikosh. Ky është kuptimi i fjalës që thoshte po më mundon. Ky është kuptimi në greqishtën e lashtë. Çështja është çfarë? Ajo që ne duam të themi sot është kjo. Vëllezër, pse e përdor Perëndia më përpara lutjen e vazhdueshme me këmbgulje, dhe pse e përdor më mbrapa këtë që themi sot besimin? A do të gjej besimin? Vëllezër, sa herë ka folur Perëndia dhe ka thënë që lutuni pa pushim, që mos të tundoheni. Sa herë ka thënë Perëndia lutuni, pse? Çfarë tregon lutja? Luta tregon që ti ke një besim të vërtet brenda në shpirtin tënd dhe ke nevojë Zotin edhe vjen lutesh. Siç ta thash dhe nuk ta thash pa qëllim, në fillim fare kur ngrihesh edhe natën dhe lutesh për fëmijët e tu, sepse ke diçka të fuqishme, ke dhënë një vlerë të veçantë. Dhe lutja shumë herë tregon nivelin tënd të besimit dhe nivelin tim. Nuk mund të thuash ti që beson tek Perëndia dhe unë të them besoj tek Perëndia dhe mos të dua të lutem. Nuk ka mundësi. Nuk mund të thuash që unë i dua vëllezërit e mi dhe mos të duash të lutesh bashkë me ta. Nuk ka mundësi. Prandaj dhe Perëndia thoshte lutuni pa pushim. Pse? Sepse lutja ime dhe lutja jote do të thotë që unë kam besim dhe besnikëri tek Perëndia. Besim që ai do të vi dhe jam në gjujë duke të pritur Perëndi çdo moment. Nuk them se do lutesh kudo. Do lutesh brenda shpirtit tënd, do lutesh për hallet,
por do kesh dhe kohën tënde të lutjes në shtëpi me gruan tënde, me fëmijët e tu, nuk e di si e bën. Do kesh lutjen tënde të përbashkët, do dëshirosh të jesh me vëllezërit të lutesh. Nuk do e lësh me njan. Ja u lutëm. Janë dhe një 2 minuta. E dini që lutja jote, besnikëria jote, niveli yt i besimit do dali jashtë kur do flasësh. Do dali tek motrat e vllajt, do të mungoj dikush rreth e rrotull, do vish me shumë etje për të parë vllajën tënd, motrën tënde, do ta përqafosh edhe do i thuash unë dua të lutem për ty. Më thuaj, do i të shkruash brenda javës. Ke nevojë të lutem. Por jo vetëm për vllajën, edhe për veten tënde. Jo vetëm për motrën, edhe për veten tënde. Vëllezër, ka fuqi shumë të madhe lutja, dhe lutja tregon besim siç e përmenda, dhe kam shumë gjëra për t'ju thënë për besimin. Ashtu si Perëndia më vendos në zemër, dua t'ju them me një shembull. Ju e pash në internet që ju u lutët për kishën e persekutuar apo jo? Në fillimin e nëndorit, të dielën e parë të nëndorit është caktuar që të jetë kisha lutje për kishën e persekutuar. Por shikoni shumë herë, neve atë kishën e persekutuar ama e mbajmë larg, sepse nuk e kemi parë nga afër. E mbajmë larg me kuptimin që nuk lutemi shumë, vazhdimisht. Një herë kaq kohë. Lavdi Zotit nëse dikush e bën. Por kujdes ama, lutja jon ka fuqi, dhe lutja e të drejtit ka fuqi përpara Perëndis. Ishte një misionar kinez, nuk ishte misionar, ishte kinez vet, kishte krijuar një grup të vogël në shtëpinë e vet, kishte krijuar një katikon kishe në shtëpinë e vet. Kishte një 20 veta, luteshin, agjeronin, thoshnin fjalën e Perëndisë së bashku, e përhapnin ku të mundeshin. Dërgon një mesazh tek vëllezërit e tij në Amerikë, te Ryan, ishte një misionar, i dërgon një mesazh dhe i thotë: Ryan, më kanë dërguar një letër nga policia. Dhe letra e policisë ka mundësi që unë të jetë fundi im, me kuptimin do më arrestojnë. Kanë mbajtur brenda shumë drejtues kishash, por ky kishte vetëm kishën në shtëpinë e vet, një grup të vogël. Dua që të lutesh, i thot. Dua që të lutesh dhe lutja të bëhet në radhë të parë në 3 pika. Të lutesh që të bëhet vullneti Atit dhe vullneti Perëndis vetëm. E dyta, të tregoj mëshirë dhe Zoti për kishën, për njerëzit këtu në kishë, për të gjithë ata që besojnë dhe vinë këtu dëgjojnë fjalën. Dhe e treta, të tregoj Zoti mëshirë dhe për familjen time, sepse kam një vajzë të vogël 2 vjeçare, kam dhe gruan. Të tregoj hir Zoti dhe të mbaj dhe ata. Kur erdhi letra, e kishin marrë më përpara në telefon këtë vllajin, i cili kishte punuar jashtëmase për Zotin, kishte bërë një përkthim të veçantë, nuk e di se sa dialekte ka në Kinë apo jo, por e kishte bërë një lloj dialekti, kishte përkthyer dhe ja u jepte të gjithë atyre që vinin në kishë tek shtëpia e vet dhe besonin. E morën në telefon edhe i tha policia në filan orë do vish. Edhe ai u paraqit. Kur shkoi përpara, nuk të fsheh, i thoshte Rajanit në emailin e vet, nuk të fsheh që kisha shumë frikë se çfarë do ndodhte. Por përpara se të shkoja aty në polici, përpara se të isha përpara tyre, mendova vetëm këtë gjë. Më erdhi në mendje aty tek Esteri, mbani mend Esteri në 10-ën e vjetër, që i tha të tjerëve, unë do shkoj tek mbreti, akoma dhe sikur të jetë e palikshme. Plot guxim, bëra hapin e parë dhe thash në mendjen time, ashtu si tha Esteri në fund, po të jetë që të vdes, le të vdes, ashtu thash edhe unë përpara policave që po futesha brenda. Në qoftë se është për të vdekur, le të vdes, dhe le të jetë fundi im, që është fitim, sepse do shkoj tek Zoti. Nuk ndodhi, nuk mori shumë kohë, ai eci me këtë guxim, nga ky varg erdhi, ata e qelluan, e rahën, e poshtëruan, e pushtyn, e këshilluan në fund fare, duke e rahur, që mos të përhapte më ungjillin. Edhe ai tha, duke u larguar prej tyre, më erdhi një varg akoma në mendje, tek Veprat e Apostujve 4:21, kur ishte Pietri dhe Gjoni që u rahën. U poshtëruan tek Sinedri, edhe në fund fare çfarë thanë? Ta lexojmë së bashku. Te 4:21, te Veprat e Apostujve 4:21.
Po, është. Dhe ata i kërcënuar përsëri, duke më zgjetur asgjë se si t'i ndërshkonin, i liruan për shkak të popullit, sepse të gjithë lëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur. Por më përpara, tek vargu 4:18, i urdhëruan që të mos flisnin fare dhe as të mësojnë lidhur me emrin e Jezusit. Por Pjetri dhe Gjoni, duke u përgjigjur, thanë atyre: nëse është e drejtë përpara Perëndis për t'ju dëgjuar ju më tepër se sa Perëndin, gjykoni ju, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që pam dhe ato që dëgjuam. Si përfundim i rahën, i ndoqën nga Sinedri, i ndoqën, por ata vazhduan. Dhe erdhi momenti që ky lirohet, edhe thot, më erdhi ky mesazh, këto vargje më erdhën në mend kur po dilja nga policia. Por Ajani i dërgoi në email i dërgoi një mesazh tjetër në darkë, ku kishte shkuar në shtëpi që ishte qetësuar, i thot: kur më the vëlla për shqetësimin tënd, për problemin që ekziston, unë me njërë në kishën që jam bërë magjërim për 3 ditë rjesht. Ai e kishte thënë të mërkurën dhe do shkonte të njëjtën të paraqitej në polici. Për 3 ditë rjesht bëni magjërim, në kaq kisha e kam thënë për të lutur për ty. Dhe ashtu si thoshte Pali, lutuni për mua, lutuni për shërbesën dhe për mua, ashtu tha edhe ky vëllai kinez, nuk e tha te Rajani që të bëjë një agjërim, nuk e tha që të bëjë lutje, nuk e tha, por zemra e një njeriu të vërtet do bie në gjunjë. Do bie në gjunjë, pse? Sepse në ditët e fundit, sot në ditën tonë, ka një persekutim jashtëzakonisht të madh. Sa që në Nigeri e në vendet të tjera në Afrikë do të ndërhyjë, në këto momente që po flasim, do të ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara, duan të ndërhyjnë me forcë ushtarake që të ndalojnë persekutimin, vrasjen e të gjithë të krishterëve. E dini që në shekullin e fundit ka kaq shumë të vrarë të krishterë, ka kaq shumë të persekutuar, sa nuk ishte 19 shekuj më përpara. Komplet, po të rish të shikosh statistikat, vetëm në shekullin tani në 19 dhe fillimi i 20-s që jemi, në 21-shin tani që jemi, ka kaq shumë sa që 19 shekuj më përpara nuk kishte. Vëllezër, në kohën e fundit do vi, djalli do të na shoshiti, djalli do të na mbaj larg nga besimi dhe shumë herë për të fituar jetën tonë, mund të bëjmë lajka, mund të themi, Perëndia duhet të kuptoj që unë kam nevojë shumë të madhe. Por shumë herë nevoja ime është fitimi i jetës, ashtu siç ishte te gruaja e Lotit. Shumë herë mos janë gjërat të cilat më largojnë nga besimi dhe i kam dhënë më tepër rëndësi. Edhe kur të vi biri i njeriut në fund fare mos të më gjej gati. Vëllezër, ti do jesh këmbgulës, edhe unë do jem këmbgulës në lutjen tonë, në besimin tonë, kur do ta kuptosh dhe do japësh rëndësi që nuk ka zgjidhje tjetër në jetën tonë përveç lutjes, gjunjët me besim të plot tek Perëndia. Në qoftë se unë shpresën time e kam në vend tjetër, edhe me një motër flisja sot përpara këtu por pinim një kafe, e di se sa shpresë të madhe na ka futur djalli nëpërmjet parave në jetën tonë. Sa mirë ndihem kur jam plot edhe nuk kam asnjë lloj nevoje. Sa ndihem unë i qetë në shpirtin tim kur kam për të paguar 3 qira më përpara, apo 3 dhosës këste të shtëpisë, rrofsh. I paguaj unë ato, i kam këtu më njanë, sa mirë që jemi tani, mund t'i them gruas time dhe jam i kënaqur. Ashtu është. Apo siç më thoshte dikur një vëlla, unë e pagova shtëpinë, u qetësova. Po i thash, në rregull, po ka të tjerë që kanë akoma 15-20 vjet edhe nuk janë qetësuar, ç'do bëjmë me ta? Vëllezër, këmbgulja jote në lutje, këmbgulja jote plot besim do të tregojë që ti je gati të marrësh pjesë në betejë frymore. Në betejë frymore dhe bëj një pyetje vetes. Në këto betejat frymore unë jam gati të futem, të përleshem. Rajani ishte gati. Rajani ishte gati dhe i kishte shkruar në një email tjetër që ai nuk e dërgoi, por ishte brenda aty dhe i tha, edhe sikur të ndodhi ty diçka vëlla, ne jemi gati të heqim nga pjesa jonë për familjen tënde. Është një betejë frymore për një vëlla që ka vështirësi, është një betejë frymore për veten time që Perëndia të më gjej gati. Mos të jem si ai shërbëtori i lig që tha, Perëndia im nuk vjen, po vonon. Edhe sa herë keni dëgjuar
që në tallin të tjerë dhe thonë, ku është Zoti? Shprisni ju, ne presim Zotin. Ku është Zoti? Ç'thoni? Ku është Zoti? Kur do vi Perëndia? Këtu po bëhen luftra, bomba bërthamore, nuk e di çfarë do bëhen luftra brenda 5 sekonda shkatruar një qytet komplet. Ku është Zoti? Ku është Perëndia? Edhe do vinë njerëz të ligj afër nesh, edhe do të pasqyrohet ligësia më tepër. Dhe ndërmjet besimtarëve do jenë ata personat që si shërbëtori që ishte në shtëpinë e zotrisë së vet, edhe thoshte, le të kalojmë mirë ne, Zoti i shtëpisë do vivon, do vonohet. Le të bëjmë qefin ton. Por erdhi, ashtu siç erdhi tek virgjëreshat, që po flënin, që mendonin se do ishte ora e tyre, po bëheshin gati dhe thoshin që le të flëm gjumë, të tjerat ishin gati dhe u mbyll porta. Erdhi dhëndri dhe u mbylli portën. Shqetësimi i Jezusit vëllezër për ne, për disepujt, por edhe për ne si kishë dhe si individ, është për besimin tonë. Dhe shumë herë ky besim ynë, pyetja e Jezusit, pyetja e tij kërkon një përgjigje, po shumë herë është përgjigja negative. Nuk është pozitive. Sepse nuk do ta bënte pyetje nëse e dinte që të gjitha kishat, të gjithë besimtarët do ishin plot besim në ato ditë të fundit. Është si në kishën në Zbules, te kisha e Sardës aty në fund fare ku i thotë që ti ke emrin se jeton, por je i vdekur. Te kapitulli 3, nëse dikush do ta lexojë, te kapitulli, ti ke emrin se po jeton, por je i vdekur, por të lutemi thotë, ke kohë akoma, zgjohu, forcohu, ato gjëra që kanë mbetur, merri në dorën tënde, jepu jetë, se po vdesin. Edhe nuk i gjeta të përkryera veprat e tua, i thot Jezusi kishës në Sardë. Atë që more dëgjove, ruaje dhe pendohu, po të mos rish zgjuar, unë do të vi si vjesi natën, dhe nuk do të dish në çfarë do të vi. Vëllezër, dini që shqetësimet tona të jetës shumë herë na heqin jetën e lutjes, por dua ta theksoj sërish, jeta jote dhe jeta ime e lutjes tregon nivelin tënd frymor. Tregon nivelin tënd të besimit. Sepse ke shumë nevojë lutjen, do sakrifikosh, do heqësh më janë gjëra të tjera që të mbushin, do heqësh më janë gjëra të tjera të cilat e bllokojnë jetën tënde komplet, televizori, celulari, shumë gjëra, një bisedë që mund të marrë orë të tëra, por unë dua të jem këtë në primaren. Prandaj, në qoftë se besimi yt dështon ta dish që lutja ka vdekur. Dhe mos gënje vetëm, duke thënë që unë nuk lutem, por kam besim të plot tek Perëndia. Si ke mundësi të kesh besim të plot tek Perëndia, por nuk lutesh asnjëherë? Apo nuk jep rëndësi lutjes? Nuk mundet, nuk shkojnë të dyja bashkë. Është si një monedhë, që nga një krah ka shkapën dhe nga krahu tjetër ka lekun. Edhe këtu që kemi evrot, ndryshe nga një krah dhe nga krahu tjetër, por sido që tjetë janë bashkë. Nuk mund të thotë një besimtar që unë jam plot besim për ardhjen e dytë të Jezusit, edhe mos të më digjet mua shpirti im brenda xhanit, mos të më digjet për çfarë po bëj për Zotin. Nuk ka mundësi që mos të lutem duke dëgjuar nevojën tënde dhe nevojën time, nevojën e kishës apo nevojat të tjera. Nuk ka mundësi mos të bëj një telefonate të them motor, kishe probleme, je më mirë. Po lutem, më thuaj ç'të lutem akoma, pse të lutem akoma? Vëllezër, kur të kthehet Krishti, a do të gjej besim mbi tokë? Është një pyetje që duhet të na shkundi, duhet të na tundi, nëse ti i vazhdon edhe je në gjunjë për ditë me Perëndin, edhe ke atë anktin e mbretërisë lavdi Zotit. Për cilë, jepet tek tjetri, por ama nëse nuk e ke, shko tek Perëndia, gjunjëzohu, pendohu, siç thot këtyre tek Zbulesa kapitulli 3, pendohuni dhe nxirr në pak ato që po vdesin. Se është shumë e lehtë ne të lëm veten tonë, ta lëmë njanë, jo larg, larg Perëndis dhe shumë afër gjërave të tjera. Motra ime, vëlla im, e di që ke shumë të lashe në shtëpinë vet, por ti motra ime mos i nxirr gjithmonë
të lashe burit duke thënë nuk kemi këtë, nuk kemi këtë, nuk kemi këtë, dhe ti vëlla mos nxirr të lashe të gruaja jote duke thënë nuk kemi këtë, nuk na ka rin këto, nuk na ka rin ato. Provoje Zotin. Lëni kohë më njanë për lutjen, lëni kohë më njanë për bisedë, dhe provoje Zotin se sa i mirë është ai dhe sa besnik është ai për të plotësuar komplet nevojat tona. Sepse nëse nevojat e mia janë gjithmonë primare, atëherë do ngelen primare dhe do ngelen me një vlerë shumë të lartë. Duke mbyllur dua t'u them një taktik që kishte një vëlla i cili ishte i madh në moshë, edhe sa herë që bënte pagëzimin tek një person i ri, në shumë kisha, të tjerë thot, pagëzimi, ti tani vdiqe dhe u ngrite, dhe ti tani je i Krishtit. Ndërsa ai çfarë i thoshte? I jepte një kartë të mbyllur, edhe kur bënin bisedat e tij më njanë, përpara se të pagëzohesh, bëje një test i vogël, bëheshin disa mësime paraprake dhe më mbrapa bëj dhe pagëzimi shumë shpejt, jo në një kohë zgjatje të madhe. Edhe i thoshte, dua që ta lexosh këtë kartën edhe të më thuash me sinqeritet përpara Zotit. Je gati të vdesësh për këtë që do të pagëzohesh? Pjesa më e madhe nuk e kishin kuptuar. Pjesa më e madhe nuk e kuptonin dot, domethënë që besimi kishte një kosto. Je gati të vdesësh për veten tënde dhe të jetosh për këtë, për Jezusin. Edhe aty bëj shkak për një bisedë akoma me ta. Vëllezër, nëse i kemi haruar kur erdhëm tek Zoti, pse erdhëm? Që erdhëm gjithë dëshirë, që erdhëm gjithë gaz, erdhëm gjithë gëzim. Kur erdhëm, leta ti themi Zotit përsëri që unë dua të jem deri në fund besnik ndaj teje. Dhe besnik duke ardhur ti të jem në gjunjë, duke shpallur mbretërinë tënde, duke thënë më të mirën tek të tjerët, duke përqafuar vllajën tim, duke rritur trupin, duke marrë akoma më tej nga gjunjët përpara teje, duke marrë dhe duke dhënë për një rritje frymore. Sepse në fund të fundit, vëllezër, kështu do të duket dëshira jon për të ardhur sa më shpejt Jezusi. Ke mall që të vi sa më shpejt. Ke mall që të vi sa më shpejt Jezusi. Amin. Le të lutemi së bashku. Zoti shenjë, të falenderojmë edhe për një herë akoma. Ti je Zoti i mrekullueshëm. Nëpërmjet fjalës tënde na ke thënë se do të vinë kohë të vështira, por ne dim ama që kohët e vështira janë për ne një bekim, sepse të kemi ty në krah. Kohët e vështira dhe rruga e ngushtë që na ke thënë për të ardhur në mbretërinë tënde është sepse ti do ta lejosh. Por kohët e vështira, o Atë shenjë, janë edhe një mësim për ne, për të forcuar karakterin frymor, për të bërë një karakter ashtu siç është Jezusi, ashtu siç je ti Jezus. Gjithë ky karakter i veçantë që falënderoi dhe gëzoi Zotin dhe u nënshtrua dhe i tha Zotit, jam këtu për të bërë vullnetin tënd. Të lutem Atë, dhe për një herë të na bekoshti, të na drejtoshti me frymën e shenjtë, me gjithçka të na drejtosh më tepër tek mbretëria tënde. Të vim në gjunjë edhe mos të harrojmë që ne duam, presim dhe duam të jemi njerëzit plot besim deri në momentin e fundit kur do të në vish të na marrësh. Në emrin e Jezusit lutemi, amin.